Ish numri 2 i hipotekës së Tiranës u bë oligarku i betonit brenda pak vitesh dhe kjo metamorfoze shkëlzem Betajt nuk ka asnjë shpjegim të arsyeshëm, përveç atij që fshihet pas dosjeve të mbyllura në sirtaret e Spakut. Dikur Betaj firmoste tjetërsimin e pronave në të gjithë qarkun, ndikonte në pazaret më të ndjeshme të pasurive të paluajtshme dhe lëvizte dokumente që ndronin duart e pronarëve pa lënë gjurmë. Tani ky njeri firmos kontratat për kullat që kapin vlerën e qindra milionë eurove. Kapitali i kompanive të tij është 100.000 lekë dhe bilancet financiare mungojnë plotësisht. Pyetja që askush nuk guxon ta bëjë me zë në zyrat e qeverisë është e thjeshtë. Me çfarë parash financojnë gjithë këto projekte kur burimi i tyre nuk del askund në asnjë dokument zyrtar? Autoritetet kanë nisur verifikimet kundrejt pronave dhe dosjeve të regjistruara në ZVRPP në Tiranë. Gjatë mandatit të Betajt dhe ortakët e tij të biznesit po futen tashmë në lupën e hetuesve. Kullat e tij vazhdojnë të ngrihen njëra pas tjetrës, çimento, derdhet pa pushim dhe dosjet e shumta që lidhin këtë rrjet me bastet ilegale, trafikun e drogës, call centeret mashtrues dhe tenderet të manipuluar, vazhdojnë të presin në sirtar. Le të shohim se çfarë kullash po ngre ky njeri nga Tirana në Velipoj dhe kush qëndron pas tyre investimeve të pashpjegueshme. Shkëlzem Betaj ishte zëvendës drejtori i hipotekës së Tiranës dhe në këtë pozitë ai firmoste dhe ndikonte drejt për drejt në tjetërsimin e pronave në të gjithë qarkun, duke krijuar një rrjet të tërë pazaresh dhe marrëveshjesh në ndryez. Pronat ndronin duart, dokumentet mbuloseshin me shpejtësi dhe pazaret mbylleshin pa pyetur askënd, ndërsa Betaj grumbullonte njohuri dhe kontakte që do t'i shërbenin më vonë për të hyrë në botën e ndërtimeve gjigande. Ai donte të bëhej oligark dhe ja ku është tani me 5 projekte kullash, një rrjet kompanish të lidhura si zinxhir dhe një portofol pasurish që nuk ka asnjë lidhje me pagën e tij të dikurshme si zyrtar. Kulla 25 katëshe në zemër të bllokut të ambasadave. Projekti i parë i madh i Betajt ngrihet midis rrugës së Kavajës dhe rrugës së Durrësit, pikërisht në bllokun e ambasadave, një zonë elitare ku çdo metër katror truall ka vlerë të pallogaritshme. Kulla do të ketë 25 kate dhe në të parashikohen dyqane në katin 0, zyra në 2 katet e para, 4 kate hotel dhe më pas apartamente të shumta që do të dalin në treg me çmime të frikshme. Kompanitë që qëndrojnë pas këtij projekti janë Ultratek ShPK e vëllezërve Sinanaj dhe Lunor ShPK e Shkëlzem Betajt, një kompani e themeluar vetëm 3 vjet më parë dhe që nuk ka deklaruar asnjë bilanc financiar se nga i ka marrë parat për këtë investim. Njeriu që deri para pak vitesh ishte zyrtari i hipotekës dhe merrte një rrogë shtetërore, sot financon një kull prej miliona eurosh pa treguar asnjë cent dhe askush nuk e pyet se nga i ka fondet, as KKTU, as ministrit, as pak që i ka dosjet prej kohësh në sirtar. Taylor of Tirana, kulla e basteve ilegal. Projekti i dytë dhe më i diskutueshëm ngrihet në zonën e Alidemit, vetëm 1 kilometër larg godinës së Spakut dhe quhet Taylor of Tirana. Një kull që burimet e lidhin drejt për drejt me paratë e përfituara nga bastet ilegale. Të dhënat tregojnë se kjo kull lindi pasi rrethi i Tomdoshit ishte në ortakëri me kryemenaxherin e basteve ilegale dhe toka u sigurua nga vetë grupi i basteve, ndërsa më pas rrethi i Doshit hyri në KKTU për të marrë lejen dhe për të siguruar investimin. Kompania fillestare L&L Construction u regjistrua në qershor 2025 në emër të Elda Betajt, bashkëshortes së Shkëlzem Betajt dhe Elis Sinanit, bashkëshortes së Andi Sinanajt dhe Elis Sinanajt, bashkëshortes së Andi Sinanajt, por kjo kompani nuk ishte gjë tjetër veç se një strukturë e përkohshme e ngritur vetëm për të mbajtur lejen e ndërtimit. Më 17 tetor 2025, kuotat e kësaj kompanie u transferuan te Gjoka Ndërtim dhe G88 ShPK e Daniel Garunjës, ish kandidat për deputet i Partisë Social-Demokrate dhe në dokumentet zyrtare si dhënës pëlqimi figuruan pikërisht Shkëlzem Betaj dhe Andi Sinanaj. Apartamentet në këtë kull ofrohen me çmim 2000 euro për metër katror, por burimet tregojnë për një skem paralele ku një pjesë e apartamenteve dalin me çmime nën kufirin zyrtar për të tërhequr parapagimet menjëhershme dhe për të qarkulluar para jashtë sistemit bankar pa kontroll, pa taksa, pa gjurmë. Në tetor 2024, Shkëlzem Betaj dhe Andi Sinanaj krijuan Siam Buildings Albania me një kapital prej vetëm 100.000 lekësh, një shifër që mezi mjafton për të paguar një ekspertizë teknike, por brenda një viti e gjysmë kjo kompani shfaqet si zhvilluese e 3 projekteve gjigande. Projekti i parë i Sian është një godim polifunksionale 26, 31 dhe 35 kate në Tiranë, futur në KKTU në prill 2025. Projekti i dytë ngrihet në rrugën Mustafa Xhabrahimi me 3 deri 8 kate, ndërsa i treti është një kompleks 18 katësh në Velipoj me pishinë dhe infrastrukturë turistike, futur në KKTU më 17 prill të këtij viti. Ky transformim i shpejt nga një kapital simbolik prej 1000 eurosh në investime të vlerësuara prej qindra milionësh nuk ka shpjegim tjetër përveç atij që tregojnë dosjet e timore, ku flukset e parave të pista nga bastet, droga, call centeret dhe tenderet derdhen në këto projekte ndërtimi. Kompania Ultratek e kontrolluar nga vëllezërit Sinanaj dhe e lidhur ngushtë me Betajin pati në 2024 një xhiro prej 363.5 milion lekësh dhe një fitim para tatimit prej 16.9 milion lekësh, ndërsa kapitali i saj ishte rritur në 12.35 milion lekë, një performancë mbreslënse për një kompani që nuk ka një histori të gjatë në treg. Në 2025 kjo kompani siguroi lejen për projektin The 44 në rrugën Dritan Hoxha dhe në të Andi Sinanaj, Kreshnik Sinanaj dhe Adriatik Sinanaj ndajnë kuota duke krijuar një rrjet të fortë kontrolli mbi tregun e ndërtimit në kryeqytet, ku mbarje pazareve dhe paratë e pista. Pas gjithë këtyre kompanive dhe projekteve qëndrojnë disa emra kyç, ku Shkëlzem Betaj dhe vëllezërit Sinanaj janë fytyrat publike, por kush i drejton vërtet këto investime dhe kush vendos rregullat për ndarjen e fitimeve është pyetja që të gjithë e bëjnë në heshtje. Burimet nga terreni dhe dosjet e BKH-s tregojnë për Tomdoshin, kryetarin e Partisë Social-Demokrate, i cili pas largimit nga bastet ilegale për t'ia lënë tregun një personazh i rëndësishëm të botës së krimit, ka drejtuar paratë përfituara drejt ndërtimeve gjigande. Çdo pjesëmarrës në këto
këto projekte do të marrë pjesën e tij, por rregullat për rolin e secilit i vendos vetë Tom Doshi, i cili vepron si kumbari i këtij rrjeti dhe cakton se kush merr çfarë dhe në çfarë mase. Spaku i ka dosjet, kullat vazhdojnë të ngrihen. Hetimi për këtë grup nuk është një sekret i ruajtur me kujdes, sepse BKH ka hetuar dhe ka dërguar materialet në SPAK, ndërsa informacionet lidhen drejt për drejt me dosjet e basteve ilegale dhe të shitblerjes së votës në zgjedhjet 2025. Autoritetet po verifikojnë tani pronat dhe dosjet e regjistruara në ZVRPP Tiranë gjatë mandatit të Betajt dhe ky operacion përfshin të gjithë ortakët e tij të biznesit, por kullat vazhdojnë të ngrihen pa u penguar nga asgjë. Çimento derdhet çdo ditë, apartamentet shiten dhe parat qarkullojnë e pastrohen, ndërsa askush nuk është ndalur dhe askush nuk është pyetur se nga i ka fondet për këto investime gjigande. Baste ilegale, call center mashtrues, trafik droge dhe tender të manipuluar janë burimet që ushqejnë kullat e Betajit dhe të gjithë rrjetit të tij, ndërsa ish numri 2 i hipotekës në pak vite u shndërrua në një nga emrat më të fuqishëm të ndërtimit në vend, pa qenë nevojshme të tregojë asnjë bilanc financiar. Kullat mbi tokë po rriten pa pushim. Dosjet në sirtarët e SPAK po presin prej kohësh. Pritet të shihet nëse hetimi do të mbetet thjesht një ushtrim burokratik pa asnjë pasojë apo do të shndërrohet në drejtësi, por deri atëherë kullat e Betajit do të vazhdojnë të dominojnë horizontin e Tiranës dhe Velipojës, duke fshehur në themelet e tyre historinë e vërtetë të parave të pista.